Fenomeni Shkodran Luiz Eli ka ndarë me ndjekësit e tij një setëri fotografish që ka bërë menjëherë bujë në rrjetet sociale. I veshur me një kostum liri në ngjyrë bezh të lehtë, me një stil minimalist por mjaft të kuruar në detaje, Luizi vjen kësaj here me një pamje që përçon elegancë, vetbesim dhe pjekuri, një kombinim që e karakterizon gjithnjë e më shumë në çdo dalje publike. Bashkangjitur fotove ai shkruan: stili është fuqi, qëndrimi është plenj, një mesazh i thjeshtë në fjalë por i madh në kuptim, që reflekton mënyrën se si Luizi ndërton figurën e tij artistike dhe njerëzore. Në foto, ai shihet si rrallë herë më parë, serioz, i vendosur, me një qëndrim që përçon qetësi dhe dominim të natyrshëm. Që nga koha kur fitoi zemrat e publikut në ekranin e madh e deri më sot, Luizi ka ditur të evoluojë jo vetëm si artist, por edhe si figurë publike që përcjell mesazhe të qarta për stilin, respektin ndaj vetes dhe autenticitetin. Qëndrimi i njeriut vlen më shumë se çdo robë dhe vetbesimi është aksesori më i fortë që mund të mbash. Ajo çka bie menjëherë në sy është natyrshmëria me të cilën Luizi përballon kamerën. Nuk ka tendencë të imitoj apo të duket ndryshe nga ç'është, në vend të kësaj, ai e përdor veshjen si mjet për të nxjerrë në pa atë që ka brenda, forcë, përvojë, maturi dhe mbi të gjitha, përulësi. Ai mbetet i lidhur me rrënjët, me tokën prej nga vjen, por pa nguruar të përqafojë dimensionin ndërkombëtar të stilit modern, duke dëshmuar se mund të jesh njëkohësisht autentik dhe global. Veshja me firmë të markës Philippe Plein, një nga emrat më të njohur në modën luksoze, tregon gjithashtu për kushtimin e Luizit ndaj cilësisë dhe detajeve. Por më shumë se sa emri i markës, është mënyra si ai e mban veshjen, ajo që i jep rëndësi, me qëndrueshmëri, me klasë dhe mbi të gjitha me vetdije për fuqinë që mbart një qëndrim i saktë. Për Luizin, stili nuk është thjesht çfarë vesh, por si e përfaqëson veten, dhe ky mesazh duket qartë në çdo foto. Ndjekësit nuk kanë nguruar ta vlerësojnë publikimin me komente dashamirëse dhe vlerësime për pamjen, por edhe për mënyrën se si ai e ka transformuar imazhin e tij me kalimin e kohës. Nga Luizi karizmatik i spektakleve televizive, tek burri i pjekur dhe me integritet që shfaqet në këto imazhe, rrugëtimi është i qartë dhe frymëzues. Në një botë ku gjithçka kalon shpejt dhe çdo trend zbehet brenda pak ditësh, ai qëndron si një figurë që nuk ndjek rrjedhën, por krijon drejtimin e vet me këtë setër fotazh. Luizi nuk ka dashur të tregojë vetëm stil, ka treguar një mesazh. Stili është fuqi, por qëndrimi është identitet. Dhe në rastin e tij, ky identitet është kthyer tashmë në një ikon për shumë të rinj që ndjekin jo vetëm karrierën e tij, por edhe mënyrën se si ai përfaqëson veten, familjen dhe gjithë ata që besojnë se njeriu ka vlerë jo nga çfarë mban veshur, por nga mënyra si e mban veten.